Në flakën e fushatës zgjedhore në Shqipëri vazhdojnë premtime të mëdha që dikujt mbase mund t'i duken edhe si ëndra. Çdo shqiptare kudo ku është do të marrë pasaportën europiane. Në Europë nuk shkohet me krim. Brenda 4 viteve të ardhshme, shqiptarët lëvizin pa vizë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rama dhe Berisha zotohen për Shqipërinë në BE, me kryeministrin që madje piketon 2030-ën si vit integrimi, ndërsa Basha premton heqjen e vizave me SBA-n. Për të shkëputur nga idealizmat europian, le të qëndrojmë në premtimet e bëra këtu në nënqellin tonë. Në një klimë rritje të kostës së jetesës dhe mungesë të fuqisë punëtore, tripartitë janë rreshtuar me premtime ambicioze për paga mesatare deri në 1.500 euro. E po, për të bërë pjesë e Europës duen edhe paga europiana, po jo. Prioritet buxhetor është vendosur edhe tek pensionet. Forcat politike PDPS dakordohen për një pension minimal prej 200 eurosh, ndërsa euroatlantikët propozojnë 250 euro. Në kuadrin fiskal, Rama nuk parashikon ndryshime pas shfuqizimit të taksës së sheshtë për të gjithë, por ka paraqitur paqen fiskale me biznesin, me taks 15% mbi fitimin normal dhe vetëm 5% për fitimin shtesë. Por dy të djathtët, Basha e Berisha kërkojnë të kthejnë taksën e sheshtë. PD-ja e Berishës kërkon 10% taks, euroatlantikët e Bashës 9%. Gjatë kësaj fushate elektorale, kryeministri paralajmëron ndërtimin e 700 kilometrave rrugë, korridorin Adriatiko-Jonian dhe korridorin e 8, linjën Durrës-Prishtinë dhe Porto Romano. Edhe Selia PDA-SHM-s ka premtuar ripërtëritjen e infrastrukturës me pikësunimin, linjë hekurudhore me Kosovën, porte detare, ndalimi projektit Dubai City, zgjerim dhe modernizim të autostradave dhe furnizim të pandërprerë me ujë. Koalicioni Euroatlantik në programin e publikuar nuk ka një plan të detajuar mbi zhvillimin e kësaj strukture, por premton lidhjen e vendeve të Shqipërisë me njëra tjetrën si edhe me vendet fqinje. Sigurisht nuk mund të mungonin edhe risit. Socialistët në sektorin e energjisë kanë thënë se do ta bëjnë Shqipërinë një vend eksportues neto të energjisë elektrike në të gjithë rajonin. Demokratët thonë se faturat e energjisë do t'i çojnë në 57-58 euro në muaj, ndërsa karburantin do ta ulin me 40%. Partia e Shqipërisë Madhështore ka në plan edhe prodhimet Made in Albania dhe vendosjen e kartës së konsumatorit, që thuhet se do të sjellë rimbursim 100% të TVSH-s në produktet bazë të shportës për çdo pensionist. Po ashtu koalicioni ka në plan projekt investime të reja në burime të rinovueshme nga dielli dhe era, si edhe krijimin e tregut të përbashkët energjetik Shqipëri-Kosovë. E për të bërë një rezume e planeve të paraqitura, duhet një analizë kostove financiare. Pasi ky angazhim i madh për buxhetin shtetëror kërkon burime të mjaftueshme. Me buxhetin e premtuar prej 8.2 miliardë eurosh më i lartë ndonjëherë, sipas analistëve, Shqipëria nuk mund t'i përballojë këto shpenzime. Ndaj, për t'i bërë realitet këto ëndra, mund të jetë e nevojshme rritja taksave, borxhi publik ose rishikimi i shpenzimeve të tjera qeveritare. Dhe siç thot populli, nga thëna në të bërë, në mes një det i tërë. Dua të them, mbetet për të parë nëse euforia e premtimeve do të vijojë edhe pas votimeve.